Sasa ndjen rrezikun dhe i dhuron kushtrimit Byzylykun e Floririt në prag të Primeit, në shtëpinë e Big Brother Kosova. Pragi i Primeit është gjithmonë një moment i mbushur me tension, emocione të forta dhe vendime që mund të ndryshojnë rrjedhën e lojës. Para se banorët të përballen me publikun dhe votimet, atmosfera shpesh bëhet e ngarkuar emocionalisht. Një nga momentet më të ndjeshme ndodhi kur Sasa, duke ndjerë një lloj pasigurie dhe rreziku për lojën e saj, vendosi të veprojë me një gjest të sinqert dhe të veçantë. Sasa, duke e ndjerë veten të shqetësuar dhe të ekspozuar, iu afrua kushtrimit dhe ia dha një dhuratë personale, një byzylyk Floriri. Ky gjest nuk ishte vetëm një simbol i afeksionit, por edhe një mënyrë për të treguar lidhjen dhe respektin e saj për të, duke i dhënë diçka që ka vlerë sentimentale dhe materiale. Unë nuk e di. A do rri me ne shtëpi apo jo? Tha Sasa me një ton të dyshueshëm dhe pak të shqetësuar, duke e ditur se çdo veprim mund të interpretohej nga banorët e tjerë. Por, pavarësisht pasigurisë, ajo i dha kushtrimit Byzylykun dhe i tha me sinqeritet, ta ketë fat, kjo është për ty. Ky moment u shndërrua në një nga ato çaste të qeta, intime dhe emocionalisht të fuqishme brenda shtëpisë. Banorët e tjerë, duke qenë dëshmitar të dhuratës dhe gjestit, nuk e ndërhynin, ata e kuptonin se kjo ishte një ndërveprim personal, ku emocionet dhe ndjenjat ishin në qendër. Nuk ishte lojë, nuk ishte strategji, ishte një akt i sinqert, i motivuar nga ndjenja dhe shqetësimi për fatin e marrëdhënies brenda shtëpisë. Kushtrimi e mori dhuratën me kujdes dhe respekt, duke kuptuar rëndësinë e saj. Byzylyku nuk ishte thjesht një aksesor, ai simbolizonte kujdes, afeksion dhe një lloj premtimi emocional, një mënyrë për të treguar që lidhja e tyre kishte një dimension më të thellë se sa duket në sipërfaqe. Për publikun, ky ishte një moment i bukur dhe prekës, ku emocioni i sinqert doli mbi lojën dhe dramat e zakonshme të Big Brother Kosova. Pragi i Primeit.